Selam aleikum. Të nderuar kryesi e punës, ju mësafer dhe profesor. Sot do të flas për traditën e shqiptarëve në themelimin dhe mirëmbajtjen e vakëfeve sipas burimeve osmane. Vakëfi është një institucion fetar, juridik dhe shoqëror që ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në jetën sociale, kulturore, ekonomike të vendeve islame. Si një nga format më të rëndësishme institucionale të solidaritetit në historinë e njerëzimit, vakëfi nënkupton që një person ka pasuria e tij të tundshme dhe të patundshme mbi të cilën ka të drejtë pronësia ose përdorimi, i dedikon një pjesë ose tërësinë e tyre përgjithmonë, me synimin për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe për të plotësuar një nevojë të komunitetit, për një qëllim fetar, bamirës ose shoqëror. Ja. Ky veprim është bërë pa asnjë detyrim apo imponim, por me ndjenjen dhe virtytet si mirësia, dhunshmëria, ndërmjesa, solidariteti dhe vlerat e tjera fetare dhe kulturore. Në motivimin për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe ndjenjes për ndihmë dhe solidaritet, tradita e shqiptarëve në themelimin e vakëfeve u formsua nga ndërthurja e parimeve islame me zakonet vendore, duke bërë vakfin një praktikë të qëndrueshme dhe të nderuar në jetën shoqërore të shqiptarëve. Vakafet në trojën shqiptare datojnë që nga hyrja e shqiptarëve në administrimin osman, dhe në gjysmën e parë të shekullit të 15, vakëfet tashmë ishin të pranishëm në jetën urbane të gjithë Ballkanit, posaçërisht në tokat shqiptare. Institucioni i vakëfit ka luajtur një rol kyç në zhvillimin urban të disa prej qyteteve më të rëndësishme shqiptare si Korça, Tirana, Elbasani, Berati, Gjirokastra, Gjakova, Gjilani, Peja e tjerë. Në këto qytete dhe në shumë vende të trojës shqiptare, ofrimi i shërbimeve publike në fusha si në arsim, shëndetësi, ndihmë sociale, çështje fetare dhe infrastrukturë zhvillohet kryesisht përmes institucionit të vakfit. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve, hanëve, çezmave dhe objekte tjera publike zakonisht realizoheshin po ashtu nga vakëfet. Çdo lagje zotëronte vakëfin e vet, i cili mbulonte nevojë dhe shërbime themelore të komunitetit. Në perëndrinë osmane, pjesët e cilës ishin dhe tokat shqiptare, kishte vakëfe që kanë ofruar shërbime edhe në fusha që sot do të dukshin krejtësisht të pazakonta për neve, si për shembull, vakëfi për ushqimin e kafshëve endacake, vakëfi për kujdesin ndaj të smurëve në shtëpi, vakëfi për strehimin e grave, vakëfi për shpërndarjen e pitës së nxehtë, vakëfi për shpërndarjen e ujit në ditën e nxehta, vakëfi për vendosjen e aukullit për të freskuar ujin e shadravane, vakëfi për sigurinë e rrugëve, vakëfi për pajtimin, vakëfi për shpëtimin e të burgosëve të krishterë, vakëfi për ujitjen e farës, vakëfi për dhënien e ndihmës së varfrit të burgosur, vakëfi për ndërtimin e shtëpisave për zogj, vakëfi për mbrojtjen e lejlekëve, vakëfi për pagesën e taksave ata që ishin në vështirësi dhe vakëfi për dhurimin e librave shkencore. Një pjesë për këtyre vakëfeve e kemi edhe në traditën tonë shqiptare, siç është dhurimi i librave, edhe së fundi kena bërë edhe botimin e kopjes së Rëninit, i cili ka qenë vakf në xhaminë e Hadomakës. Në këtë kuptim, Perëndia osmane mund të përkufizohet si një qytetërim i ndërtuar mbi vakëfin, pasi një pjesë e madhe e shërbimeve publike me karakter social, fetar, kulturor dhe ekonomik u kryen kryesisht përmes vakfit. Struktura kulturore osmane e formsuar ndjeshme parimet islame, i enkurajante njerëzit të bënin mirësi, të ndihmonin një tjetrin dhe të mos kufizoheshin vetëm në interesat personale, por të mendonin edhe për të tjerët. Kjo frymë motivonte individët e pasur të ndanin një pjesë të pasurisë së tyre për të ndihmuar të varfrit. Në këtë mënyrë, ndihmesa dhe solidariteti ndërmjet anëtarëve të shoqërisë u shndrua pothuajse në një normë themelore të rendit shoqëror osman. Sistemi i vakëfit arriti formsimin e tij më të plot dhe më të konsoliduar pikërisht në periudhën e osmane. Edhe pse vakfi njeh edhe në traditën e mëhershme islame, në perëndrinës në periudhën osmane, ajo u zhvillua dhe u shndrua në një institucion, në një mekanizëm të qëndrueshëm, të institucionalizuar dhe me ndihmë të gjerë shoqëror në jetën shoqërore, ekonomike dhe kulturore. Për të kuptuar pjesën e vakëfeve në strukturat shtetërore dhe shoqërore të Perëndrisë osmane,
Mjafton për të përmendur disa nga të dhëna statistikore, domethënse llogaritjet historike tregojnë se prandoria përbëhet nga 300 sanxhaçe dhe secili prej tyre funksionon afërsisht me nga 1000 vakve. Studiuesit vlerësojnë se numri i përgjithshëm i vakve në periudhën osmane e kalon të shifrën prej 35.000 institucioneve vakëfe. Buxheti i përgjithshëm i vakëfe arrin të rritin në 1/3 e buxhetit të Perëndërisë Osmane, ndërsa pesha aty në ekonomi osmane varion nga 15.97% në shekullin e 17, 26.80 në shekullin e 18 dhe 15.77 në shekullin e 19. Këto shifra dëshmojnë ndikimin e tyre të fuqishëm në jetën ekonomike dhe shoqërore të Osmanit. Sipas burimeve historike, në mbar territorin e Shqipërisë janë evidentuar 1500 objekte vakufnore. Për tyre 664 janë ndërtesa fetare si xhami, mesxhite, tegje, tyrbe, 139 objekte arsimore, medrese, mektebe, biblioteka, 76 janë ndërtime sociale, imarete, hamame, ura, qezme, saraje, konake, satkulla, 123 janë ndërtesa tregtare, si hane, karvane, saraje, betestane dhe 13 janë objekte ushtarake si kishtjella, kazerma e tjerë. Ndërsa në Kosovë, sipas ulëmtimeve të kryera në arkivin e kryeministrisë Arkivin Osman, në arkivin e drejtorisë së përgjithshme të vakëfeve dhe në arkivin e drejtorisë së përgjithshme të katastrës, rezultojnë gjithsej 361 vakfe. Në këto 178 janë institucione fetare, duke përfshirë 150 xhami, 22 teqe dhe 6 tyrbe. Vakfet arsimore, 7 medrese, 29 mektebe dhe 5 biblioteka. Në fushën tregtare janë regjistruar 26 vakëfe, për të cilave 25 kanë qenë shtëpi, dhe ndërsa sa i përket institucionet ushtarake numërohen 4 vakëfe, si 2 kështjella, 2 stacione policore dhe 1 kazermë. Vakfet sociale arrin në 44, duke përfshirë 7 hamame, 3 ura, 2 imarete, 2 qezma, 4 kulla sahati dhe 1 spital. Në fushën civile janë 5 konake ose këto të dhëna të përmendura pasqyrojnë diversitetin, rëndësinë dhe traditën e vakëve në jetën urbane, sociale dhe ekonomike të trojave shqiptare gjatë periudhës osmane. Ata dëshmojnë se vakfi nuk shërben të vetëm për nevojë fetare, por të përfshin në arsimin, tregtinë, shërbimin social dhe ushtarak, duke bërë një element kyç të strukturës dhe zhvillimit të komuniteteve lokale. Për vakëfet e troje shqiptare dhe traditën e tyre në themelimin dhe administrimin e vakëfeve, ekziston një numër i konsiderueshëm i burimeve osmane si vakëfname, vakëf defterlere, regjistrat e popullsisë, tahrir defterlere, vendimet shëgjilere, tapitet tokë edhe 2 minuta keni. Si edhe shumë dokumente të ndryshme arkivore të ruajtura në arkivin e Stambollit. Në arkivin e Stambollit, prej dokumenta më të rëndësishme janë vakëfnamet, të cilët kanë një rëndësi shumë të veçantë, të cilët shënohet themeluesi vakëfet, për shkak të themelu vakëfen edhe destinimin e të ardhrave dhe për shkak ka mu përdor ai vakëf. Ndërta i kemi domethënë sadrazama dhe njerëz të Sarrifa, pashallarët e shqiptarë të cilët kanë themeluar vakëfën e trojës shqiptare si Koça Sinan Pasha, Sulejman Pasha, Barxhinin e Tiranë, edhe këto vakëfe që janë më tash të njohura. Ndërsa ajo që është më e rëndësishme është se vakëfet në defteret osmane janë të regjistruar vakëfet e popullatit banor vendas, të cilët e kanë themeluar vakëfe dhe shetet mund me thonë se të gjitha defteret e cili i kemi lexuar dhe kemi pasur në dorë, shihet se shumica e xhamive urbane dhe rurale janë të ndërtuar nga banorët vendas. Edhe vakëfet janë krijuar nga banorët vendas. Si shembull, veç edhe një minutë për përmendim edhe 5 vakufet monetare për 1500 grofshe, i dhuruar nga bamirësi Haxhi Abbas Auga i biri Kurtishit, Haxhi Osman Auga i biri Mehmetit, Kamber Auga i biri Kurtishit dhe Sadik Auga i biri Mehmetit për xhamin e ndërtuar nga vetë banorët e lagjes së re në Preshevë. Vakufi monetar për 1000 groshe i dhuruar nga bamirësi Batjar i biri Motarit dhe banori i fshatit Gadime për mesxhitën e lagjes së tyre të epërme. Vakufi i xhamisë së fshatit Glogavc, Lipjan, i ndërtuar nga banorët e fshatit. Vakufi i xhamisë së Hallabakut, i ndërtuar nga banorët e fshatit në Fjalë. Vakufi i xhamisë i ndërtuar nga bamirësi Hasan Begu në Prishtinë. Në këto defteret shihet se popullata shqiptare, banorë shqiptar, vetë i kanë ndërtuar xhamit edhe vetë i kanë formuar vakëfet për mirëmbajtjen e tyre. Faleminderit.